Të njëjti rast na ka dalë dhe në shumë raste të tjera, domethënë encrociatet kanë zbuluar një përfshirje dhe Elvis Martini kur u zhduk ishte i shoqëruar nga një punonjës i operacionaleve dhe kam dëgjuar sot dhe dje këto ditë në studio, domethënë që policia është out, ngren këtë teorinë, është out, është e paaft, nuk vëzhgon. Unë kam teorinë tjetër, policia vëzhgon, policia kontrollon, por nuk kontrollon dhe nuk vëzhgon këta individ që në fakt kur dalin nga burgu dihet që ashtu, por kontrollon ose kundërshtarët e organizatave kriminale ose ruan, prap vëzhgon për të ruajtur një organizatë tjetër kriminale. Dhe kjo është gjëja më e rëndë. Kjo është gjëja më e rëndë, sepse nuk kemi polici të paaftë, por kemi një polici që në segmentet caktuara të saj, se s'dua të bëj gjithë pjesë pasi 90% janë të vuajtur madje, edhe të keq paguar, por ne kemi një segmente të caktuara që nuk shkulen madje dhe rekurtojnë të tjerë, siç është rasti i para 3 muajve që është futur në këtë detyrë pa certifikate, theksoj. Pa certifikat sigurie. Ato janë agjenci që nuk futet dot kushdo, pa që edhe ne të dy që dalim për ditë në televizion, po të shkojmë dhe të aplikojmë aty, do na kërkojnë certifikat sigurie. Që do thot një vetting i të kaluarës, i çdo gjëje, i kontakteve tjerë. Aty u fut ke pa certifikat sigurie. Kështu që ky është alarmi që mendoj unë më i madh i kësaj, sepse ngjarje të para lajmëruar ose që dihen përgjithsisht, këtu është edhe më thellë, do ndodhin. Problemi është sepse dihet që organizata Emiliano Shullazit, ku bënte pjesë ky, ka patur fronte në 2-3 fronte organizata shumë të rrezikshme. Sepse vetë kanë vënë gjoba, vetë kanë marrë pengje, vetë ndoshta dhe kanë vrarë, njerëz të tyre janë vrarë dhe historia nga ana tjetër kanë vepruar brenda qelive, vetë Indieri Dani dhe Emiliano Shullazi her pas here futeshin në sistemin BIS, që do të thotë është masa ekstreme që këta mos komunikojnë me jashtë, sepse kjo vinte nga që ka patur gjithmonë të dhëna dhe informacione që këta e kanë vazhduar aktivitetin madje dhe më fuqishëm nga Burgu. Kemi rastin e vëllezërve Baming, ku Emiliano nga Burgu bisedon me ish deputetin e PS-s që thotë duhet të heqim qafe në mos njerin tjetrin, dhe një polici e cila ka jashtëloje policinë kriminale, policinë e hetimit, të investigimit, që e di shumë mirë që ky eksponent që del jashtë dhe është krau i djathtë, ose më saktë është njeriu që jashtë do vazhdoj të merret me organizatën, kur ndërkohë merreshin dhe që brenda, dhe është jashtë radarëve të policisë, në kuptimin e shërbimit për shtetin, për policinë, sepse jashtë radarëve s'ka qenë ai. Ai ka qenë brenda radarëve të kundërshtarëve që patjetër kanë pjesën e tyre në polici, siç është ka qenë dhe brenda radarëve prap të asaj lloji policie që u gjend në makina të ditë që ishte agenti mbikëqyrjes policore. Poli, jo e sollan vëmendje faktin që ka ndodhur në zonën e Rrinasit, se me thënë drejtën e vëzhgojmë shumë, le të themi edhe media ndërkombëtare, dhe nuk parandodh kjo lloj, domethënë mbase në ato vendet e Amerikës Latine i shikon, por që në vende normale, qoftë edhe me demokraci hibride. As në ato nuk ndodh. Aeroporti, sepse aeroporti është i sigurisë së veçantë. Jo që mos i prish imazhin, sepse kështu duket sikur nuk kuptohet. Jo që mos i prish imazhin Edi Ramës, që thotë jemi vend i sigurt se nxjerr shifrat. E kupton se dori shifrat. Një orë para atentatit doli ministre dhe na dha ca shifra që më kujtojnë ato të koreshirjeve. Dhe kjo është një lojë e vjetër e policisë dhe politikës mbi policinë, sepse gjatë vitit 2014 bashkë me këto që ka hyrë 2025 janë 15 atentate të këtij lloji. Dhe këto 15 atentate ti nuk mund t'i barazosh me vjedhjen e një shtëpie, me vjedhjen e xhepisave dhe i fut gjithë në një thesë dhe nxjerr zbulueshmërinë. Një nga këto atentate, si ky i djeshmi, është një lloj atentati që ka shumë atentate të tjera të pasbardhur. Më herët, për shembull, mikun e këtyre Edison, faqe djegurin që i thoshin Arizaj të Vlorës, etj. Ka një zinxhir vrasësh dhe më e keqja është që paralajmëron zinxhir vrasësh të tjera. Dhe këtë analizë nuk e bën policia e shtetit. Madje buren me shifra, sepse
kapen pas statistikave, pas shifrave, por unë po ju përgjigjem me statistika. Vitin e kaluar, Nureddin Domani, më fal, Altin Domani, kur raportoi në parlament, tha që gjithë institucionet e shtetit, që janë taksat, tatime, doganat, policia e shtetit, ka një nivel jashtëzakonisht shumë të ulët të referimeve. Domethënë që këta të fillojnë të hetojnë prokurorët. Ne e dim kush është tagri i Spakut. Është krimi organizuar, është edhe korrupsioni. Ta lëm korrupsionin, pavarësisht se policia ka dhe antikorrupsion, ka krim ekonomik. Por krimi që vala e parë, domethënë shtresa e parë kalon gjithmonë nga polici kriminale, të kësaj të trafiqeve, të drogës e tjere e tjere. Dhe çfarë ndodh? Një vit më vonë, që bëhet fjalë përpara 2 javësh, kur raporton Dumani në parlament, thot shifrën, me që duam në shifrë, thot shifrën e frikshme, që referimet e policisë së shtetit për prokurorin e posaçme, që do thot referime për këtë pjesë të krimit, si ky që ku futet ngjarja e dieshme, ka rënë me 40%. Pra, kemi një situatë që policia e shtetit jo vetëm bashkëpunon me krimin, se kemi dhe shefa komisariatës që kanë dekonspiruar brenda nga të kapur nga Spaku. Jo vetëm që bashkëpunon me krimin, por saboton dhe Spakun, prokurorinë e posaçme për krimin e organizuar, e saboton duke mos i çuar asnjë lloj informacioni. Dhe gjitha kjo situatë dhe aq sa është arritur, që është vërtet një arritje për mua shumë e madhe, ende s'është bërë asgjë, e Spakut me krimin e organizuar dhe të gjithë bien dakord për këtë, është bërë vetëm nga bashkëpunimi çdo gjë, çdo referim që vjen nga ndërkombëtarët dhe referimet që vijnë nga prap në bashkëpunim me ndërkombëtarët nga Encrochat Chati. Ndërkohë, për këtë skuadër, Poli, pavarësisht se mund të analizojmë mënyrën se si reaguan dhe se si vepruan për ekzekutimin, planin që kanë ndjekur, si e vlerëson nga pikpamja e mbështetjes, sepse duket sikur ata janë kujdesur vetëm për ekzekutimin, pjesën tjetër duket sikur e kanë pasur të garantuar. Po patjetër, unë besoj se ashtu siç viktima kishte marrë në makinë për mbrojtje, sepse pse është zgjedhur ai vend? Është zgjedhur ai vend, po ta them edhe një herë, sepse është vendi i fundit, si perceptim, është vendi i fundit që të guxosh të kryesh një akt. Është vendi ku mund të kapesh më shpejt, por njëkohësisht është vendi që dhe guximi për të kryer një atentat atij lloji që të kujton luftën e karteleve të Meksikës, është edhe ora piku i njerëzve, ne pam që kaloi dhe ministri i Brendshëm vetëm 2 sekonda më vonë i Malit të Zi, Ministri i Brendshëm i Malit të Zi nga policia, dhe të marrësh këtë lloj guximi nuk është thjesht, nuk është më vetëm guxim. Është njëkohësisht dhe marrje masash, se ata nuk janë budallënj, sepse po të kapeshin ata ose njëri nga ata rrezikon porosici. Porosici duket që janë shumë të fuqishëm, madje ndoshta edhe me status të paprekshëm momentalisht, me status të paprekshëm, kështu që në këtë kuptim ata patjetër që i kanë patur rrugën, se ne nuk pam as ndonjë lloj tentative madje, dhe prandaj po themon që duhet hetuar, domethënë, të gjitha komisariatet rreth e rrotull kanë patur plane shërbimi, jo se e dini që të ndodhin, normale, rutinë, dhe a mos ndoshta nuk janë zbatuar këto plane shërbimi, a mos ndoshta X patrull që nga ora 9 deri në orën 12 sa të vinte tjetra duhet të rinte atje te rreth rrotullimi një makinë policie dhe i ka zënë barku ata të makinës dhe Poli, a bëj një pyetje? Vetëm ato 2 minuta kanë ikur, është e gjitha për tu hetuar. Poli, a të bëj një pyetje? A mos duhet ta thuash drejt për drejt, pa u shmangur dhe pa bërë kështu rrumbullak, unaz, që policia është e implikuar drejt për drejt në këtë ngjarje? Shiko, unë jam gazetar i vjetër, Almer, kam gati 30 vjet dhe e kam nisur me kronikën dhe kam qenë shumë i aktivizuar me kronikën. Që është e implikuar policia, ne faktin e kemi brenda makinës.
dhe kemi tani e kemi Cili është fakti? Që është e implikuar policia, nuk ka nevojë, por unë nuk mund të them deri në çfarë mase, deri në çfarë niveli të lartë, sepse këto janë gjërat e hetimit. Unë gjithë retorika që kam mbajtur deri tani kam thënë që policia është e inkriminuar. Po ti je i inkriminuar, patjetër që kur ju duhesh, unë jam nga ata që kam deklaruar borderora të njerëzve dhe madje tu ka arrit historia e krimit me policin, po dhe me institucionet tjera, edhe me median, Almer, edhe me median, nuk është vetëm ta paguaj se më duhesh për sot për nesër, por në policinë e shtetit ka arritur në një nivel edhe më të lartë. I fusin enkas, paguajnë atë që e ka në dorë për ta, i fusin enkas, ca të Shqiponja, ca të Agjencia e Mbikëqyrjes, shumë të operacionalet, ca të ndërhyrja e shpejt, e tjerë. Dhe kjo është strategji dhe nuk është ndonjë gjë se ka shpikur këta tanët. Poli, dhe një pyetje tjetër. Lehtësia se si infiltrojnë këta, brenda në policinë e shtetit është e frikshme. Poli, një pyetje tjetër. A ka të drejtë Berisha kur thotë që drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit është emëruar nga krimi? Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit është emëruar nga krimi. Po Berisha jo vetëm për drejtorin e përgjithshëm të shtetit, po edhe për drejtorin e taksave, po të flasë, dhe nuk flet për gjithë drejtorët. Por të gjithë në këndvështrimin e Berishës patjetër, po unë preferoj që të kem prova dhe fakt pas fakti. Por në këndvështrimin e Berishës për po, jo vetëm drejtori i përgjithshëm i policisë, po dhe drejtori i tatimeve, dhe i taksave, dhe i doganave, dhe i shishtit, dhe i tjerë. Do më thënë gjithë drejtorit që varen nga kryeministri, patjetër janë vendosur nga krimi, sepse vetë Edi Rama është koka e Meduzës. Kështu që nëse është Edi Rama koka e Meduzës, ta lëm sarkazëm politike, po të sinqerisht, ti mendon ke indicje si ka vendosur gjithë. Por konkretisht për emër, të rrim të ngjarja, është sekuestruar kur ishte në Elbasan dhe në kohën që do bëhet drejtori i përgjithshëm një telefon nga Spaku dhe kaq di dhe nuk mund të thoj diçka sot nuk kam prova për më shumë, po pastaj muhabetet kafenesh dëgjojmë pafund. Marsidi ka një koment. Sot një kolegu juaj tjetër, investigativ, Artan Hoxha, është shprehur që i njëjta skuadër që ka bërë këtë vrasje në aeroport, ai thotë është po skuadra që ka bërë dhe vrasjen para 2 vjetësh në Fushkruj ndaj zotit Brillant Martinaj, një nga familjarëve të afërt të Ervis Martinajt. Madje zoti Hoxha ka deklaruar që i kam thënë edhe me emra dhe me foto ka thënë, ta persona janë një ekip shumë i rrezikshëm, vrasës me pagesë, që bëjnë pjesë në komando ose forca speciale, të cilat bëjnë ekzekutime të tilla. Atëherë, mos kemi të bëjmë me të njëjtin urdhërues nëse është i njëjti rast, duke qenë se ju jeni gazetarë investigative dhe keni më shumë dini se ne për këtë ngjarje? Apo janë 2 ngjarje që janë krejt pa lidhura me njëra tjetrën? Jo, do të ta shpjegoj, domethënë si e di unë ose si e mendoj unë. Po, e besoj domethënë kolegun Hoxha, por nuk mund të them, në krimin organizuar se ka patur shumë incidente. Unë prandaj e theksova. Ka patur që arriti një moment që u bë një bursë vrasjesh. U bë një bursë vrasjesh dhe filluan madje dhe fëmijë në këtë trekëndshën që zura unë në gojë, filluan të stërviteshin sepse u kthyen në biznes, u kthyen në punë. Ka patur para goditjeve të forta që bëri Spaku, që paka shumë, o i trembi, o i ka arrestuar, o janë në kërkim, o janë në Dubai, o pokat janë në burg përgjithsisht, dhe ka patur si të themu ndërmarrje të vrasëve me pagesë, domethënë një si fidanishte, sepse ishte një lloj biznesi që kishte kërkesë, treg, ofertë kërkesë. Mirë po, arritin në një pikë që ndodhen disa ngjarje në të cilat o i linin të plagosur që nuk ju interesonte atyre porositëve, ose më e keq akoma linin gjurmë, domethënë linin fije jashtë të cilat mund të shkonin tek porositësit. Dhe atëre kjo vrasje është porositur. Atëre, a kemi të bëjmë me ditët nëse janë 2 organizata, njëra ka 50 milion euro dhe një organizatë tjetër ka 500 milion euro. Nuk ka asnjë diferencë
Diskutohet, po. Nuk ka asnjë diferencë kur vjen puna për të porositur ngjarje të tilla, sepse 1 milion ai që ka 50 i bën 49, ai që ka 500, i bën 499. Tu çështja është e cilësia dhe tek ashtu. Po, mund të jetë e vërtet kjo që thotë ata, ai ka dhe informacionet e veta, sepse ka arritur sukses dhe atentati ndaj Brylant Martinajt është bërë në një vend dhe më të vështirë se kanë qenë në ecje në autostradë, në urë, e tjerë. Vend që ka trafik gjithmonë. Dhe ai ka patur pasoja paniku tek qytetarët, tek ata që ishin me makina, por ishte i suksesshëm dhe pa autor dhe pa gjurmë. Kështu që është logjike që dhe ajo që thash të bëra një dinamik që krimi organizuar hoqi dorë nga këta 30.000 euro shqip. Ne kemi parë në Encrochat, e heqim qafe për 30.000 euro, për 50.000 euro, edhe 10 ka vajtur pazari ndonjëherë. E kupton, se u kthyen e tmerrshme. Kishte njerëz që e merrnin përsipër edhe për hiç mosgjë 20.000 euro ka patur pazare, që janë të dalan nga bisedat. Por pa mas si s'ka ndodhur si ekzekutim. Meshin për 20.000 euro, për 10.000 euro, për ishin gjithë. Do që ky grupi është në punën e vet. Po ky grupi, në qoftë se ka fituar emër të mirë, pas 2-3 vrasjeve që s'ka lënë as gjurmë, dhe e ka kryer deri në fund. E ka kryer porosin deri në fund, patjetër që ky mund të porositet nga i njëjti grup si shteti, është logjike që ka porositur vrasjen e Brylant Martinajt, po mund të porositet edhe nga 1 ose 2 grupe të tjera që në një moment caktuar, sepse po ndodh dhe një fenomen. Po ndodh një fenomen që për shembull bashkohen 2-3 organizata vetëm për të hequr qafe për shembull një njeri. E kupton, vetëm për këtë. Pastaj vazhdojnë punën e tyre, sepse ju përputhen interesat, ndajnë dhe pagesën, ose e rrisin pagesën që të marrin sa më profesionist dhe pastaj vazhdon. Domethënë është bërë shumë e vështirë. Po bën analizë shumë të mirë, por për mua nuk po thua thelbin vlla. Për mua, sipas vendimit tim. Çfarë do se do ta them Albert? Jo, unë të respektoj sepse je më i vjetri në zanat nga ne, por ti një gjë nuk po e thua që duhet ta thuash ose ma lër ta them unë. Vlla, unë mendoj që në Shqipëri, nëse nuk e ndihmën e policisë, nuk kryen dot asnjë vrasje. Edhe vrasja e Brylant Martinajt ka të implikuar brenda policinë e shtetit, edhe në këtë rast ka të implikuar brenda policinë e shtetit. Pse ta them këtë gjë? Ja thash dhe miqve të mi që kem studio kur po vinim këtu në emision, që nëse policia do ta kishte ndjekur makinën e autorëve nga mbrapa, autorët nga presioni nuk do të kishin mundësi ta kishin ndjekur makinën, por do ta braktisnin dhe do vraponin për shpërtuar kokën e tyre. Në këtë rast, atëherë gjendej ngelej si provë makina e padjegur. Ose në momentin që autori kryesor ndron armën, pra kur nuk i shkrep pistoleta, shkon dhe merr kallashin, tregon një lloj garancie që ka ai për ta çuar deri në fund ekzekutimin. Pra, po ta them në fjalë të thjeshta, vlla, si dhe armën këtu se s'na ndjek kush, ne jemi në rregull, po sillet ta marrojmë këtë punë. Pra këtë më lë kuptoj mua. Ti po i shmangesh debat për policinë e shtetit. Këtu kemi një polici të inkriminuar zotri, duke filluar nga Proda, nga filluar te Neritan Albati e Merall. Nëse nuk do t'i thuash këto, më lër t'i them unë. Por nëse unë ta garantoj, policia e shtetit kontrollon në këtë vend, kontrollon lotot, kontrollon bixhozin, kontrollon vrasjet, kontrollon trafikun e kokainës, trafikun e hashashit të vend. Policia është përgjegjëse për çdo gjë. Ministrat janë kukull zotri. Policia është përgjegjëse. Drejtuesit kryesor Ilir Proda është përgjegjësi kryesor tani aty. Po policia thotë, këtë prisi ta thotë. Më le ta them unë pastaj. Tani ti dëgjoj një sekond. Ti the të njëjtat gjëra që thash unë, vetëm ti do ca emra të përveç. Jo, më po thuaj që policia më zotri është. Pa polici nuk vritesh në këtë vend o poli. Ke parasysh atë shprehjen që ore çka përgjegjësi Ilir Proda për këtë që ka ndodhur, patjetër më duhet të jetë edhe dorëheqje. Ore ministri, o poli, ty karët është përgjysmuar me 50% numri turistëve për vitin e ardhshëm atë ngjarje zotri. Vetëm atë ngjarje të nxjerrë një shtet. Agjenturat e huaja tani nuk rrinë me vrapa derës. Kto marrin këto ngjarje, i fabrikojnë, i publikojnë media të vranë turizmin, të vranë ekonominë. Këtë bën agjentura. Merr atë video, publikoja gjithë pushuesve, mbaroi Shqipëria valla, iku, mbaroi. Ka është fotografia më e keqe për ta dëmtuar Shqipërinë turizëm, ajo pamje atje. Jam shumë dakord dhe më duket sikur jemi 100% dakord, përveç se ti ke stilin tënd
që do emra të përveçëm. Po jo, pra nuk vritesh dhe Poli, policia të rje, po ti e di qa. Po policia të gjemë në 5 ditë, mo. Paka shumë e di, po nuk e them dot, dhe leta gjej spaku me polici. Po jo, më nuk po themu të themin autorët, jemi kundër që pun kemi ne me emrat. Ne nuk është detyra të gjejmë emrat. Emrat i gjen institucionet përkatëse, por do të them që në këtë vend, po nuk deshi policia, nuk vritesh zotri. Në këtë rast unë ta thash që atë shpjegova ikjen, dhe ajo nuk është ikja e parë. Atë shpjegova masat që nuk janë as për, domethënë aty unë të thash pra që duhet hetuar sepse masat normale në një ditë normale aty nuk e lën atë boshllëkat. Pa e ditur që do ndodh vrasja, se po ta dini që do ndodhte vrasja, aty duhet të ishte blind. Dhe ndoshta po do ishin të rrequr. Çështja është, Almer, që kjo është një simptom, këtu nuk kemi të bëjmë me një rast. Kjo është një simptom e policisë së shtetit, e cila ka filluar erët, por me rilindjen dhe me diram, gjob, që ti bie shkurt. Nuk ke çfarë pret, Albert, nga një qeveri, nga një kryeministër, i cili në vitin 2013, po flas që dhe ishin lodhur njerëzit me Berishën, dhe Berisha kishte shumë kosto, kishte një stil, mund të vinte opozita normal në pushtet, ishte dhe ajo teoria e rotacionit 8 vjeçar, por ai prap, palësi nuk vinte dot, dhe sidomos se ja politikisht ton ja kalojnë asaj kingmakerit të LSI-s, por unë ta garantoj dhe këtë po ta them, ta garantoj që në 2013, pastaj dhe në vazhdim, dhe në gjithë zgjedhjet e tjera, Edi Rama duke e ulur pak formalitetin, por në 2013 baza hapur fare në pushtet ka ardhur duke u lidhur, madje duke futur krimin në parlament. Vetëm të hapësh, sepse është harruar, vetëm të hapësh, të kontrollosh rrjetën e dekriminalizimit, që u vendos nga PD-ja me dhunë, e mban mend dhe me mendimin e ndërkombëtarëve, dhe ti aty do kuptosh që lidhja e pushtetit, e zgjedhjeve e votës me krimin e organizuar dhe nëse ky oficeri policisë, ky agenti policisë, nëse ka ndihmuar në fushat, po patjetër më që do ta pusaj se i ka thënë shefi, ka ndihmuar ministrin e Brendshëm për shembull. Patjetër. Po kjo s'është vetëm këtu, kjo simptom. Dhe më e bukura është, domethënë që ne po të shikojmë gjithë këta që na dalin në kronikën e zezë, për shembull Dani. Po flas për lidhjen me politikën. Dani që u ekzekutua bashkë me Viljan në 2015 në janë 2015 duhet apo jo në opozitë. Ja shoqëruar se i kanë prishur mitingun Vasilika Ysit tek një sjarë në Ky vet agenti në kohën kur ka qenë PS në opozitë është përplasur nëse të kujtohet me Sajmir Tahirin, bënte freshë një protestë, ishte deputet, jo më prishë dyqanin, jo s'më prishë dyqanin. Do të them, dhe pastaj kaloi dhe në krahun tjetër, janë të njëjtët eksponent, po dhe Vis Martinaj, po dhe të tjerë tani mos i zëm në gojë i thot Berisha, sa të tjerë që si thot, ato që si thot Berisha i themi ne, dhe po ta plotësosh gjithë puzzlin, si majta, si djatha, si në opozit, këta janë shërbëtor, këta kanë interesa, Almer, këta kanë interesa dhe patjetër që shkojnë ande nga anon peshorja se ku është pushteti, ku është gradiviteti i pushtetit. Kështu që në këtë kuptim nuk ka ndonjë abi, nuk ka shumë, por rilindja ndryshe nga çdo lloj qeverisje tjetër e më pashme, arriti që e ktheu në partner krimin e organizuar, sepse Edi Rama ka patur domosdoshmëri gati jetike për të ardhur në pushtet në vitin 2013 dhe kanë këshilluar, i kanë thënë, sidomos për zonën e Veriut. Dhe i kanë thënë, ti nuk vjen dot, nuk imposh dot bastionet demokrate, pa iksin që tashmë janë, një 3-4 janë deputet, gjitha ajo zona aty që i kishte Edi Rama, asnjëri s'është sa janë o në Spak, o në Burg, o të kërkuar. Kështu që o në Dubai. Kështu që në këtë kuptim po më ketë drejt. Një pyetje kam para se të bëj Denisi pyetje. Poli sot ishte ish drejtori përgjithshëm i policisë shtetit, u paraqit në Spak. Ke informacion se çfarë është folur, pse është thirrur? Po
Dëgjoj, zoti Rumbullaku. Zoti Rumbullaku ka besoj në dijeni, nuk kam informacion konkretisht, them të drejtën. Konkretisht po kam iden për disa çështje, nuk kam konkretisht. Poli, fole për kjo paremon një zinxhir vrasjesh të tjera. Kush janë ata që rrezikojnë, ta dim paktën. Jo emra nuk duam, po gjithsesi duam. Jo, pse mendon këtë gjë ta pyesim? Kjo është pyetja. Jo, është pyetje interesante kush janë ata që rrezikojnë. Dgjoj, duhet kuptojmë një gjë, domethënë, në qoftë se policia e shtetit bën sikur nuk e di. Ë? Vet ata organizatat e din në mënyrë të përpiktë nga kush ka ndodhur kjo. Emiliano Shullazi që është aty brenda dhe superaqent dhe ndrysh e di 100% se nga kush ka ardhur. Vetëm policia e shtetit nuk e di në thonjza. Edhe kalamajt, që rrin rrugëve me ca të fortë të lagjeve tjere kur dëgjojnë dhe po tulesh një ashtu thonë. Pse? Sepse sepse është logjika, din vazhdimsinë, din si ka filluar, din që për shembull kjo organizati ka vënë një organizatë tjetër që nuk ishte futur ende në vrasje, por ishte biznes shumë i madh dhe është biznes shumë i madh, i ka vënë gjobën e parë, ja kanë paguar. I kanë vënë gjobën e dytë, ja kanë paguar. Por i kanë vënë gjobën e tretë, i kanë thënë jo, nuk ka të tretë. Dhe kanë marrë masat dhe pastaj ka filluar një luftë që ka disa të vrarë. Kështu që ky është një pistë, sepse ka dhe të tjera, domethënë, për shembull, nuk ke ku e ka për shembull historinë e zhdukjes së Elvis Martinit, sepse kishte bërë aq armiq, saqë janë 1, 2, 3, 4, 5 pista ose mund të bashkohen të pesta, e ke parasysh për ta zhdukur. Dhe ky rast apo dhe raste të tjera, kështu që kjo punë kështu shkon. Poli, këtë pyetje e kam për ty dhe besoj që do ta mbyllim këtu bashk. Spak ndërkohë, ajo që shpesh bashk edhe edhe kritikojnë, po në shumicën e rasteve e mbrojmë, nuk ka zbardhur asnjë nga këto ngjarje. Mori ato të Shkodrës që ishte në mes të ditës, midis kamerave, ku dolën detaje publike për fat që ishin kamerat aty, nuk ka zbardhur asgjë për sa i përket vrasjeve të këtij tipi. Ka zbardhur sigurisht vetëm rastet ku ka ndihmuar si indicie Skaj Encroceti. Si e vlerëson rolin e Spakut, ndërkohë që policia normalisht mund të ketë element pa diskutim të korruptuar, por Spakun si e shikon në këtë rast? Ja po të quaj unë ty Redi se ti e Spaku dhe je drejtuesi i televizionit aty. Çfarë do bësh ti në qoftë se gazetarët e tu poshtë në terren nuk të sjellin as lajm, as foto, as video, as intervista? Po pse qëndron ti aty pastaj? Unë e kam çfarë do bëj, unë e kam zgjidhur. Ata prokurorët janë në zyrë dhe ata furnizojnë nga institucionet dhe unë sapo të thash që policia e shtetit i ka bërë blokad dhe shqyr që janë ndërkombëtarët që kanë burimet e tyre jo vetëm me Kroçatin ose pijet i kapi në Bruksel ose në Anverps, në Hollandë, në Gjermani dhe ata pastaj kështu. Detyra e një prokurori është të kryqëzojë faktet dhe vërtet ka zbuluar. Për krimin e organizuar Spaku ka notën 10 për mua, 9 po jap. Por dhe më shumë se korrupsioni, se kam pak kënaqësi për korrupsionin. Por për krimin e organizuar nuk ke çfarë i thua. Ke çfarë i thua, por nuk i, domethënë janë me vektor ndërkombëtarë, do polici duhet ndërpresë nga shtëpia, kishin studio të bënin debat. Herë tjetër hajde në studio, mos rrimë nga shtëpia. Ndërkombëtarët kanë ofruar material që Spaku ka hetuar. S'ka për Spaku që vet poli. Spaku ngjarje që ndodhi mes ditës nuk i kap vetëm ato që ndodhi natën. Çfarë them unë tjetër valla? Mes ditës ngjarja e Shkodrës, ka dalë Lici aty del nga makina, i din gazetarët detajet, nuk i di ka Spaku. Po, Spaku atë ngjarje gati ka zbardhur më, është edhe shoqja. S'ka autor, ka autor. Aty tani mos flisi kot na. Nuk ka autor zotri, ku janë autorët? Kush janë autorët? Tani,
Njerëzit janë në kërkim. Kush janë autorët kur të bëhet procedimi të çohet në gjykatë, mo Almer, se Po të dali pa ka një vit ngjarje, mo 2 vjet, kaq duhet më shumë kohë. Por edhe 21 janari 15 vjet ka Almer. More 21 janari nuk ka për të zbardhur ndonjëherë, po ideja është që Nesër e kemi doktorin. Nuk vi dot në studio se s'ka makinë. Poli, të falenderoj shumë. Kam lek të blej një makinë. Falenderoj shumë për kohën. Kënaqësi. Falenderit juve, respekt për gjithë. Të përshëndes. Marsit, kjo goditje, domethënë, në një farë mënyre, po ta lexosh, domethënë shumë qetësisht është një sfidë e hapur ndaj shtetit shqiptar. Domethënë pamje të tilla të japin perceptimin